që të mos zgjerohemi më shumë për te Prishtinës, kthehemi mande edhe të tema tjera qendrore. Visar këndë shefajtor në Prishtinë për këto ditë bllokade, por jo veç këto 2 ditë sa u bë temë e madhe, po deri në momentin që ka ardhur deri te kjo pikë. Unë pak për dallim prej mentorit edhe negjit e shoh statën pak më ndryshe. Unë shoh që ekziston një luftë e brendshme brenda LDK-s mes përparim Ramës dhe Lumir Abdigjikut, nisur nga fakti që se përmend, kështu që po është problematik tjetër që sidomos për Prishtinën kemi të bëjmë me 2 kryemashtruesit e vendit. Është në ne zoti Kurti që ka vazhduar dhe e dim mashtrimet e tij elektorale dhe politike deri tashmë, po e kemi edhe një mashtrues të ri, zotin Rama, i cili me mashtrime erdhi si kryetar i komunës së Prishtinës mandatin e parë, me mashtrime fitoi edhe mandatin e dytë dhe me mashtrime po tenton të kaloj këto bllokadat artificiale, të cilat unë them që janë nis nga ai. Ne duhet të kalojmë në thelb të problematikës, sidomos të këtyre ditëve të fundit. Të dielën zoti Rama çohet pikë terën zotit dhe sulmon Dejona Mihajlin, pa pas të bëj fare hiç punaj me Dejona Mihajlin. Pastaj vazhdon të hanen duke vendos militant e LDK-s, sepse ne dim që ndërmarrja publike trafiku urban udhëhiqet, pra bordi saj janë njerëz dhe militantë e LDK-s, udhëhiqet nga LDK-ja dhe duke i marrë ata militantë e saj dhe duke i vendosur para qeverisë mas pari dhe qeverisë kryeministrisë dhe pastaj edhe para komunës në farforme duke tentuar ta balancoj pak a shumë statën. Dhe pastaj shkon dhe kërkon sfidim të drejtë për drejtë mes tij dhe zotit. Pse? Aleanca ka mundësu me shumë ballotazh. Aleanca, unë nuk e kom votu, as nuk e kom mundësu. Në bile jam kon kritik shumë i madh. Ka dalë shumë edhe kom dalë hapur kundrejt edhe koalicioni. Votat e Aleancës dhe shumë ballotazh. Jo, nuk jam këtu në emën të Aleancës, unë jam këtu në emën të Visardilit dhe kështu që e dha mendimin në emrin e Visardilit, në emrin tim personal. Kështu që përparim Rama që ma përmendi Beka edhe këtë fakt, mos të harrojmë që përparim Rama unë shpresoj shumë që kjo ka me ndodhë, ka me tratu edhe Lumir Abdigjikun, si që ka tratu edhe ish partner të koalicionit PDK-n dhe Aleancën në vitin 2021. Sipas teje? Brenda, ai sigurisht, brenda LDK-s ka me tratu zotin Abdigjiku për të parin e LDK-s. Pra po vren që ka simptoma të liderizmit brenda LDK-s nga përparim Rama për LDK-n? Nëse kthehemi në retrospektive dhe shohim paraqitjet mediale të zotit Rama në vitin 2021, e kemi pas një përparim komplet tjetër prej atij që është sot. Ju ka shtu ego? Patjetër, po vetëm sot dil minister qytetarët, ajo qasje e tij lën me kuptu që zoti Rama është duke luftu patjetër për t'i bindë ndoshta strukturat e LDK-s që pas zgjedhjeve dhe rezultatit që do të vjenë çfarë do forme. Po besoj nëse fiton LDK se arrit votën, patjetër që nuk do ta ketë mundësinë, po nëse i humb zgjedhjet dhe nuk do të kemi votë për LDK-n, atëherë unë jemi bindur që ai do të bëjë çmos që ta rrëzojë edhe zotin Abdigjiku nga posti i kryetarit të LDK-s. Unë derisa më lidh këtu, unë mendoj se s'bën keq me rrezu Lumir Abdigjiku nga posti i LDK-s, kurdo që erdhën aty për shkak se Lumir Abdigjiku që 3 parë zgjedhje dhe LDK-n veç të çutë poshtë më të poshtë është. Po, veç është figura kryesore edhe ideale përparim Rama për LDK-n është shumë për më u diskutuar. Dim pse mendoj që është një gabim, fal që po të ndërprej. Është se ai erdhi i veshur në petkun e një arkitekti i cili ka me bën ndryshimin në Prishtinë dhe u therr dhe u therr në këtë që unë nuk jam pjesë e LDK-s dhe nuk kam librezë. Dhe sot për një herë ty po të shtohet egoja dhe dëshira për ta marrë, po tregon që ti ke pas qëllimet e qarta prej fillimit kur ke ardhur në. Jo, nashta në rrugës i ka pëlqyer kjo pozita, Visa nuk i di. Na e kemi diskutuar edhe pak më herët që bashkë këtë temë ndërlidhna që po ju keni para po që jo, në përparim Rama
si kryetari i Prishtinës tash në këto zgjedhje, është fal Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Unë mendoj që një pjesë e elektoratit të LDK-s e ka sabotu, se nëse e shohim votat që kanë lëviz, i bjen që PDK-ja, AK-ja i kanë ndihmu shumë. Që nuk e ka pas krejt votën e LDK-s. Këto që do është ta mundurli që tha Visari, do më thonë që qëndran aja që edhe unë mendoj, tash fakte s'kam. Po në bazë të rrethonave që vetë Zoti Abdigjiku s'ka qenë fort i interesuar që po se e rrezikon parti. Mirë, kanë janë edhe Bashkë Rama tash ka fillu me usil si lider jo komunal, jo lokal, po qendror. Nëse më lejohet vetë një minutë, mund pëlqej revolta ose revolucioni i mbrëmshëm mbrana LDK-s, mi kap njerëzit, mi qit me protestu dhe mi azon derën dikujt që çudike që zakonisht LDK Vish pak, ata nuk janë dalë si LDK para qeverisë. Ata janë dalë si trafik urban. Po, me kap njerëz protestë me azon derën. Se nëse ishin dalë vetë si LDK, protestë me organizu LDK ish kanë tjetër çështje, por jo me shfrytzu trafikun urban. Për herë parë, më kalon përshtypje pozitive. Trafikut urban edhe me bëu një farë lloj revolti që për herë parë më kalon përshtypje një LDK-s me ditat shpirtin e opozitës me nxjerrë, me ka thënë që opozita është me qëndru. Për herë të parë... Vish pak, në Prishtinë që ajo nuk është opozitë, se pak jeni të indosanët, nuk u dolaj si opozitë kundër qeverisë, u dolë si pozitë lokale. Jo, drejtori dhe këna me LDK-n. është pak dalim që mos t'i dalojnë, mos t'i ndojnë qëta njerës. Sa ta janë trafikut urban, ma dje, të më thonë, a edhim se kush janë bordi trafikut urban. Edhe nuk janë opozitë ata. Mëna qeverisë lokale. Mos mu keq kuptu ma po na çekin qendror mos të bojnë me arrit me bën një revolt mbrëmshme edhe me shumë azon deri diku. Po visar se e kanë borxhe dhe badin. Duhet edhe një pjesë se kogja problem këtë kom këtë par pjesën e fundit se po mundona me kon shumë racional mendimet e mia. Po t'inglloj si që unë të dosh në majton, po unë so e shoh për parimin fajtore, so edhe Albinin dhe Levizën dhe vendosje. Cila anë është këto për me diskutu? Kështu që do me thonë... Ne të diskutu problematika. Kështu që do me thonë nuk jem të dashur një majton lëvizjes vetë vendosje, pasi që lëvizja vetë vendosje me pas pak vullnet edhe dëshirë, kish mujt me kry këtë farpune pa u boka që madhe. Kështu që një kish mujt edhe për pare mrama. Kështu që nuk më të kia të dartë, ne po e diskutojmë veç për analizojmë çështjen. Badin, ti dje, do me thonë një fode, je konë drejt për drejt me të trafikut urban, ke diskutu që shë gjendje nësot? Kjo gjendje, si që dhënë edhe disa këtë, është, si me thonë, para përgadit, thuj se nështë ta para një viti më shumë. Për vetë faktin, sepse edhe Zoti Rama, i cili është sekretari i kryeqytetit, na e dim që se cili kryetar që ka qenë edhe më herët, ka qenë një farloj opozitari ose themi konkurusi ose me kryeministrin e vendit. Ne i bojmë mend gjithë kryetarët që ka qenë më herët, nuk u merrshin me si kryetar i një qyteti lokal, por u merrshin me deklarata edhe me kryeministrin. Dhe normal që kjo shihet si një pozicion ku kollaj mund ta merr pozitën e kryetarit të një partije politike, në këtë rast që është edhe LDK-ja.